Allahun azza wa jalla falenderojmë, salavatet dhe selamet i dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fesnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Sot me lejnë Allahut azza wa jalla ndalemi në hijen e Suratul Falaq. Suratul Falaq është sure medinase sipas shumicës së komentatorëve të Kuranit, vetëm një pakicë shumë e vogël ka përmendur mendimin se Suratul Falaq është sure mekase, por kjo do të thotë si argument nuk qëndron. Suratul Falaq, që është sure madhështore dhe e madhe, e dobishme, frutdhënëse, e cila në vete përmban dhe ngërthen një shmërin të uhidin e një besimtari dhe nga ana tjetër manifeston dobin e të uhidit në aspektin shëndetësor apo fizik apo shpirtëror. Është sure madhështore që i ngërthen në vete këto dy elemente që janë kyçe, që besimtari të ketë besim të shëndosh, iman, akide, tauhid të pastër, larg shirkut dhe njollosjes me dyshime dhe gjëra të ndaluara, dhe të ketë shpirt të pastër, të shëndetshëm, por natyrisht mendje të qiltërt dhe trup të shëndosh. Dhe Suratul Falaq është sure e cila ja ndriçon rrugën besimtarit kur ajo është në telashe dhe probleme që din nga cila rrugë dhe në çfarë drejtimi të drejtohet. Vetë emri Falaq do të thotë subh, mëngjes, sabah. Ashtu si sabahi e bën të qartë tokën, e zdrit dynjon dhe largon terin, sherin dhe të keqen, në të njëjtën formë kjo sure e madhe ja ndriçon besimtarit rrugën, ja sqaron dhe ja bën me dije ku dhe si e ka ilaçin, dhe nga ana tjetër ja largon nga vetvetja terin dhe sherin që e ngërthen në vete. Jo rastisht Suratul Falaq dhe Suratul Nas e mërton edhe me emrin Al-Muawwidhatayn, sure të cilët janë të përsëritshme, të cilët mbrojnë, të cilët largojnë dhe shmangin të keqen dhe sherin. Suratul Falaq merr emrin Falaq si pasojë e ajetit të parë që përmendet në këtë sure. Dhe Suratul Falaq dhe Suratul Nas, shumë komentatorë kanë përmendur se janë sure që kanë zbrit për një herë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, një nga një natyrisht. Për shkakun dhe sebepin e zbritjes së kësaj sureje, do të thotë është i qartë sebepi dhe shkaku dhe ajetet kuranore që i ka kjo sure, që janë 11, kanë ndërlidhje të fortë me sebepin dhe shkakun sepse ka zbrit Suratul Falaq. Nuk ka njeri në rrugën toksor i cili ka të lashe dhe probleme, qofshin ata shëndetësore, qofshin ata shpirtërore, qofshin ata smundje të cilët kanë të bëjnë me seher, mësysh, xhelozi dhe kështu me radhë, i cili besimtar i ka lexuar këto dy sure me bindje, me tevekkul dhe mbështetje të fortë në Allahun azza wa jalla, se këto dy sure janë ilaçli e që nuk është shërum. Suratul Falaq është sure e cila ka zbrit si pasojë e sehrit që ja bëjnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Disa nga komentet përmendet që ja kanë bë Lebid ibn al-Asam, që është jehudi në Medinë. Disa komente tjera thonë se ka zbrit si shkaku i sehrit që ja kanë bë bijat e Lebidit. Mallkimi Allahu qoftë mbi të. Sehrin të cilët ja kanë bë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga i cili sihir Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë bajagis shqetësum, ka ndiko gdhimbje të mëdhaja
në vete, është ndi dhe të keq, dhe her paseri, si pas disa komentatorëve që përmendin, ju është duk se diçka bën që në realitet nuk e ka bën. Por Suratul Falaq është sure që është pjesë përbërëse e Kur'anit famëlart, këtu a përmendin me qëllim, si pasojë e disa rivajteve që transmeton nga Ibn Mesudi radhiyallahu anhu, që është shok i afërt i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili Ibn Mesudi në mushafin e tij nuk i ka regjistruar dhe nuk i ka shënu Suratul Falaq dhe Suratul Nas. Shkaku dhe arsye sepse nuk i ka shënu këto dy sure në mushafin e vet janë disa, një pjesë e komentatorëve siç janë Ibn Kathiri, siç janë Kurtubiu dhe Taberiu rahmetullahi alej, përmendin, thonë se Ibn Mesudi nuk i ka shënu këto dy sure në mushafin e vet. Kjo vjen arsyetimi ndoshta që është edhe më i fortë, ka dhënë shkaku se këto sure i ka ditë për mënç dhe nuk ka pas dyshim se ka mundësi ndonjëherë mi harru. Shkaku i kësaj bindje të thellë, kanë thonë se nuk ka pas nevojë që të regjistron në mushafin e vet. Njëra nga arsyet tjera thonë se ka menduar se Suratul Falaq dhe Nas janë lutje, nuk janë sure. Shkaku se shpeshherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka pa se nipat e tij Hasanit dhe Husejni kanë pas mësysh, u ka lexuar këto dy sure mes duas tjetër, a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq wa min kulli nafsin wa hamma wa min kulli aynin lamma, e pastaj ja ka bashkangjit kul a'udhu bi rabbil falaq deri në fund dhe kul a'udhu bi rabbin nas deri në fund, dhe thonë që kjo ka shkaktuar që Ibn Mesudi të mendon se ashtu si është lutje a'udhu bi kalimatillahi tammati, ka menduar se edhe këto dy sure janë pjesë përbërëse të asaj lutjeje. Por na e dim fort mirë se ky mendim kundërshton konsenzusin e gjithë ummetit të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, i cili konsenzus thotë se Suratul Falaq dhe Suratul Nas janë pjesë përbërëse të Kur'anit familjart, kështu dhe do të mbesin deri në ditën e gjykimit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çdo sahabi i cili ka ardhur dhe është anku tek ai Ammar ibn al-Asam, që përmendet Ammar ibn Yasir, që përmendet në disa transmetime, thotë isha në udhtim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe u ankova për një ankesë timën dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thash Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, ma lexo suratul Hud dhe surat Yusuf. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, tha nuk ka rob i cili ka kërkuar mbrojtje nga Allahu azza wa jall me Suratul Falaq dhe Nas, e cila mbrojtje nuk ka qenë dhe nuk do të jetë dhe nuk do të mundet të bëhet mbrojtje më e mirë se këto dy sure. Pra e bëri me dije këtij sahabiu të ndershëm se besimtari kur ndin shqetësim dhe dhimbje dhe rahatësizlik, më së miri është që t'i lexon Suratul Falaq dhe Suratul Nas. Shumë komentator kanë përmendë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka lexuar këto dy sure këtij sahabiu të ndershëm, Felekin dhe Nasin, krahas kërkesës së tij që të lexohet Suratul Hud dhe Yusuf, shkaku se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam e ka ditë se ky ka cytje dhe vezvese nga shejtani, dhe si arsye e kësaj dhe si pasojë e kësaj ja ka lexuar këto dy sure. Aisha radhiyallahu anha shpeshher kur i abinin thmit të shqetësuar me dhimbje derisa një sahabi thot, u ankova te nona ime se kisha një dhimbje të fortë në dorën time, e nona ime tha më mor dhe më çoi te Aisha radhiyallahu anha, dhe ajo mori dorën time, lexoi Suratul Falaq edhe Nas dhe në fund e frynti me pështim të hollë. Pra kështu në këtë formë. Dhe në fathat do të vim më vonë se pasoja dhe arsyeja se kur dhe si lejohet dhe kur dhe si nuk lejohet. Shkaku i zbritjes së kësaj sure është dhimbja e tepërt e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që disa sahabë kanë thonë se ka zgjat tepër se një vjet. Derisa Muhamedi sallallahu alajhi wasallam brenda një vitit nuk ka kërkuar rukje nga askush, edhe pse ka pas kokëdhimbje të madhe në kokën e tij dhe ka ndi veten keq, megjithatë ai nuk ka kërkuar rukje nga askush. Derisa një ditë për ditëve Allahu azza wa jall dërgon dy melaqe tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilët melaqe
njëra me laqe ullët të kryte pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kurse tjetra të komte Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe e pyesin se çfarë është me këtë rob, dhe me laqja tjetër thot këti robi jo është bërë sihir. Jo është bërë sihir, pra janë lidh nyja. Nyja të cilët janë lidh pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë 11 nyja, të cilët nyja janë lidh me një kimet, e cila kime është marrë nga shtëpia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nga një dhëm i kronit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me cilin kron i ka krej flokt ai Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe janë lidh me 11 dhëm të kronit, 11 nyja, në të cilët nyja në çdo nyjë që e ka lidh sehirbaze në këtë rast, sipas shumicës së transmetimeve kanë qenë disa sehirbaze, të cilët kanë lidh nyja duke përmend emrat e xhinëve dhe shejtanëve, dhe si cilën nyjë pasi që i kanë lidh nyjën, i kanë përmend emrat e xhinëve dhe shejtanëve, e kanë pushtin dhe thot me frim të fortë, dhe në fund të këto 11 nyje kanë marrë, pasi që i kanë lidh dhe i kanë fry, i kanë gjujt në thellësi të një bunare të njohur në Medinë, dhe që të mos ketë mundësi asnjëherë mu gjetë ai bunar. Derisa Allahu azza wa jall ja dërgon shpëtimin dhe rahatin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me 2 melaqet e tija, të cilët 2 melaqe ja tregojnë vendin e sihrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam urdhron disa nga sahabët e tij që shkojnë te ai bunar, t'i zgjidhin, t'i nxjerrin ato nyja jashtë, t'i zgjidhin dhe atë bunar ta mshelin për gjithmonë, dhe sot deri në sot ai bunar mbetet i zhdukun dhe i mbyllur, dhe pas kësaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam lirohet dhe rahatohet nga kjo dhimbje. A që du me potencu në këtë rast është se edhe Suratul Falaq edhe Nas, të dyja si bashku i kanë 11 ajete kuranore. Thot që kanë zbrit për zgjidhjen dhe shkatrimin e 11 nyjave të cilët janë lidh kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Suratul Falaq na e bën me dije se sihri është hak, se sihri është i vërtet, dhe që besimtari duhet që t'jetë syqel dhe të ruhet e të mbrot nga sihri dhe sheri i tij me gjitha metodat të cilët janë legjitime të përmendura në Kur'an dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu azza wa jall kur pa gjendjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë hall i tha: "Qul a'udhu bi rabbil falaq." I tha: "O Muhammed, thuaj, kërkoj mbrojtje nga krijuesi i mëngjesit." Kërkoj mbrojtje nga krijuesi i mëngjesit. Ibn Mesudi rahmetullah alayh radiyallahu wa radi anhu thot: "El falaq është një grop nga gropat e xhehenemit." Ibn Abbas radiyallahu anhu thot: "El falaq është një lum i cili është nga zjarmi i xhehenemit." Dhe gjitha këto komente dhe mendime janë të vlefshme, nga se Allahu azza wa jall ka urdhëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të kërkon mbrojtje nga Allahu azza wa jall nga sheri të këqijave me dritën dhe nurin që vjen dhe shpëtimin nga ana Allahu subhanahu wa taala. Dhe besimtari i cili ndihet i shqetësuar dhe ndin veten keq dhe ndin kokëdhimbje të ndryshme, ilaçin e parë që e kërkon, shërimin e parë që e kërkon është duke vëndu dorën e vet në vendin që i dhem dhe duke thonë: "Kul a'udhu bi rabbil falaq." Wallahi çdo besimtar që ndin dhimbje dhe ndihet i shqetësuar, nëse me tevakkul, me bindje të fortë dhe pas një hamendje është i bindur se me leximin e "Kul a'udhu bi rabbil falaq" do t'i kalon dhimbja, nuk është e mundur që besimtari ta lexon "Kul a'udhu bi rabbil falaq" e të mos shërohet. Nuk është e mundur, sepse kjo sure të mbron nga sheri i shejtanit dhe të rahaton nga e keqja e tij. E largon dhe shmang nga trupi jot, nga mendja jote, nga shpirti jot, çdo cytje vezvese e keqe e cila të ka ardhur nga shejtani, mallkimi Allahu qoftë mbi te. Wal falaq kanë thonë disa se është një pemë nga zjarmi i xhehenemit. Disa komentatorë tjerë kanë përmend se është një lugin e cila
e ka emrin Felek në xhehenem. Disa kanë thonë se është një gradë e xhehenemit që quhet me këtë emër, sido që është sherr dhe e keqe, me të cilën besimtari lut Allahun azza wa jall që ta mbron nga e keqja që ban dëm dhe zullum. Pra, i rastësisht në këtë ajet kuranor thot bi rabbil falaq, thuaj o pejgamber, kërkoj nga krijuesi i felekut, kërkoj mbrojtje. A'udhu i'adatan është mbrojtje, strehim. E kur Allahu azza wa jall të përmbush kërkesën e robit dhe ta merr një rob të tij në strehimin e tij, në mbrojtjen e tij, në kujdesin e tij, nuk ka kush e dëmton, nuk ka kush e shqetëson atë rob pas këtij strehimi. Nuk është e mundur. Kur Allahu azza wa jall të pranoj lutjen e një robi, kur ai thot o Zot, kërkoj mbrojtje prej teje, pasi që ti je krijues i felekut, të më mbrosh nga çdo e keqe dhe nga çdo zullum. Min sharri ma khalaq. Min sharri ma khalaq. Nga sherri që Allahu e ka kriju. Ne e dim që Allahu azza wa jall është krijues i të mirës dhe të keqes. Krijues i të mirës dhe të keqes. Që Allahu subhanahu wa taala e ka kriju të keqen që me qenë sprov dhe argument për të këqit, që të mos ketë askush argument në ditën e gjykimit që Allahu azza wa jall kur ta dënon dikan me xhenem të thotë o Zot më bëre pa drejtësi, se po të mos kishte keq dhe mirë nuk do të dalloheshin të mirë dhe të keqet, nuk do të dalloheshte e mira dhe e keqja, nuk do të kishte dallim mes të mirë dhe të keqet. Dhe Allahu subhanahu wa taala me urtësinë e vet ka kriju të keqen. E keqja më e madhe është e keqja e vetvetiut, nefsit. Çdo kush kur kërkon mbrojtje nga Allahu azza wa jall, s'paret të kërkon mbrojtje nga e keqja e vetvetes. Sepse çdo e keqe s'paret vën nga vetë personi, nuk është e mundur që një e keqe të vën nga dikush nëse nuk legjitimohet nga vetvetja e personit. Pa marr parasysh sa është një e keqe e caktuar, e keqe dhe dëmshme ajo, nëse njerëzit nuk e pranojnë, ajo nuk ka mundësi me dominu dhe më shpërndan mesin e njerëzve. Pa marr parasysh se sa dhe kush punon për atë të keqe, nëse na individualisht se cilin vete e refuzojmë atë, nuk ka kush e promovon atë të keqe. Për këtë shkak Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çdo kur e ka lutur Allahun azza wa jall i ka thonë na'udhu billahi min shururi anfusina. Ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në lutjet e tija, kërkojmë mbrojtje nga Allahu nga të këqijat e vetvetes tonë, nga të këqijat e nefsit tonë, sepse inna an-nafsa la ammaratun bisu. Kështu thot Allahu azza wa jall, thot me të vërtetë nefsi çdo kujt është urdhërues në të keqe. Nefsi çdo njeriu nxit nga e keqja, nxit nga e dëmshmja, nxit nga ajo që nuk është e mirë. Dhe nefsi çdo kujt, pa marr parasysh emrin dhe profesionin që e ka, në esencë është nefs i cili urdhëron në të keqe. Por besimtari syçel kërkon nga Allahu azza wa jall mbrojtje nga ky nefs i keq, nga ky nefs i lig, dhe kërkon që Allahu subhanahu wa taala nefsin e tij ta pastron nga këto njolla të këqija, të cilat janë si pasojë e çytjeve dhe vezveseve që vijnë nga shejtani i mallkum. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Allahu azza wa jall me urtësinë e vet së pari herë thot wa min sharri ma khalaq. Thot kërko mbrojtje nga Allahu nga e keqja që e ka kriju. Në e ban me dije se çdo sihir dhe sihirbaz që ndodhet në rrugën toksor është me lejnë Allahu subhanahu wa taala. Dhe ai ka kriju gjitha këto. Dhe pa lejnë Allahu gjitha këto nuk do të kishin mundësi që me ekzistu. Pra e kuptojmë se çdo e keqe që na vjen, çdo sprov dhe të lëshe që na vjen, është sprov nga Allahu subhanahu wa taala që të na sprovon dhe të na sheh kush prej nesh sa është durimtar dhe sa është bindur në caktimet e Allahu subhanahu wa taala. Dhe se na e bën me dije se gjitha këto nuk do të kishte mundësi që të ekzistonin dhe të mbjetonin me shekuj me vite,
pa lejen e Allahut subhanahu wa taala. Pasi që Allahu azza wa jall tregon se ajo është krijues i sherrit dhe të keqes në përgjithësi. Shtash kalon me një metodë tjetër që është komentimi dhe sqarimi i asaj të përgjithshmes në detaje. Këtu përmend sherrin në përgjithësi dhe masane në vazhdim thot wa min sharri ghasiqin idha waqab. Dhe thuaj ti Muhammed, thuaj ti i cili ki të lashe dhe dhimbje, të cilët ajeti e lexon të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Xhibril alayhis salam. Dhe transmetohet se Xhibril alayhis salam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i bënte rukje me këto ajete kuranore. I lexojke pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mbi kryet e tij të ndershme këto dy sure për ta mjeku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe për t'ja largu sherrin e atyve sejrbazëve. Wa min sharri ghasiqin idha waqab, thot dhe thuaj, kërkoj mbrojtje nga Allahu nga një sherr i cili është pak më specifik. Ghasiqin idha waqab. El ghasiq i ka disa komente i parë që i përmend Ibn Abbas radhiyallahu anhu thot el ghasiq el lejlu idha waqab ej idha dhahar wa ghamada kull shay. Thot kërkoj mbrojtje nga Allahu nga mbrëmja nata idha waqab kur ta kaplon mirë tere. Pra kërkoj mbrojtje nga Allahu nga thellësia e terit, nga thellësia e natës. Sepse nata dhe teri që është e ertë sjell me vete gjërat e erta, gjërat që kanë sherr në vete. Jo rastësisht nata e ka teri apo e zeza e ka simbolikën e të keqës. Sepse në ter bjen do të nënkupton edhe freski, nënkupton edhe pasere dhe ftat, nënkupton në ter që është sherr mbi sherr e keqe mbi të keqe, që nënkupton edhe smuje. Shumica e smujeve vinë natën në ter, shumica e sherreve bën natën në ter, por edhe shumica e sihireve edhe të këqive bën natën dhe në ter. Sepse është dhulumatën fauka dhulumat, e keqe mbi të keqe, ter mbi ter, zullum mbi zullum. Sepse në këtë formë ka mundësi që e keqja të fshihet edhe malet të realizohet aja. Nga se e keqja simbolizon të zezën dhe terin, dhe kështu bëhet e keqe mbi të keqe, ter mbi ter, ter në ambient, ter në vepër, ter në rezultat. Pra e keqe në ambient, ter i mas, punë të keqe, rezultat të keq, pra i bën të keqe tjetrit. Për këtë shkak e kanë komentuar ulemaja se kjo do të thotë dhulumatun fauka dhulumat, sharrun fauka sharr, sharr mbi sharr, e cila rezulton sharr. Pra ter i mas, punë e keqe, e fshehur dhe dëm, rezultat i keq dhe i dëmshëm për të tjerit. Dhe besimtari kërkon mbrojtje nga ana Allahut azza wa jall nga sherri i terit. Ka thonë në disa transmetime në një hadith që përmend Imam Tirmidhiu në librin e tij, që thot hadithun hasanun sahih, thot hadith i mirë në drejtën e të vërtetës. Në një rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha o Aisha, tha a din çfarë është el ghasiq? Tha Aisha radhiyallahu anha, Allahu dhe i dërguari i tij e din këtë më së miri. Tha el ghasiq huwa el qamar. Tha el ghasiq është hona. Tha el ghasiq është hona idha waqab. Hona kur mbaron. Hona kur teron. Dhe shumë komentatorë kanë thonë se koha që sihirbaz më shumë t'i bëjnë siher është në fund të muhit, kur hona është më e tertë. Dhe këto arrihet në këtë formë apo në fillim të muhit, kur hona ka shumë pak dritë. Edhe pse shumicën e rasteve sihiri më i keq nga sihirbaz bëhet në fund të mujeve, kur dojnë ata me bëjnë një të keqe, do të thotë në formë më të keqe, atëherë e bëjnë në fund të mujit sepse teri është më i madh. Sepse teri është më i madh, nata është më e errët. Për dallim prej hilalit, kur është fillimi i mujit, kur
kur ekziston një vijë e hollë e cila ndriçon një dritë caktuar, do thotë në fund të muajit kur hona do thotë është shumica e saj në terr dhe nata është më e zezë, atëherë do thotë është edhe zullumi më i madh që a bën me dije besimtarit që në këto periudha të mbrohet nga teri i terit, nga sherri i terit, dhe me qëllim e tham nga teri i terit, sepse e keqja e terit në kupton, sepse teri dhe nata simbolizojnë të keqen dhe sherrin, dhe besimtarët duhet të mbrohen maksimum dhe të kenë kujdes që natën të mos e shfrytëzojnë për punë, të mos e shfrytëzojnë shumë e shumë për takime, të mos e shfrytëzojnë shumë e shumë për udhime, porse dritën, ditën, hajrin, nurin duhet të shfrytëzojnë për punë të mira të cilat janë të ndryshme e të begatshme. Jo rastisht Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka pas traditë të vet të tij dhe zakon që mas namazit të jacis të bjen dhe të pushon. Dhe shumë ulema kanë thonë se besimtari nëse pas jacie nuk bjen me pushu, spaku natën ta shfrytëzon në gjëra të dobishme e të hajrit. Në veçantë këtë përmendje që jemi në stinën e dimrit, që kemi filluar vetëm se këtë stinë, që besimtarët të kenë kujdes që këto net të gjata të mos i kalojnë rrugëve, sepse rruga e tërshme bjen punë të këqija e të liga, nga të cilat punë bëhesh padyshim pishman. Jo rastisht njerëzit e ligë, si qanë se hirbast, shfrytëzojnë terin dhe natën për punë të veta të liga. Nuk ka sihiri cili bëhet ditën. Shumica e sihireve bëhen natën në terr, sepse është kohë kur shejtant dalin dhe shpërndahen në tokë. Dhe ato më janë dominues, sepse ata janë krijesa të liga e të këqija që mund të dominojnë dhe të komunikojnë e të lëvizin lirshëm dhe rahat në një kohë që është e tërshme, e përshtatshme, që ju përshtatet natyrës së tyre. Pra teri me terr përshtatet, sepse nuri nuk lën terr, e mira nuk lën të keqe. Vetëm e keqja me të keqen bëhen barazi, e mira me të keqen nuk bëhen barazi. O do të thotë e keqja me të mirën kur janë bashk, o do të paksohet ose së paku nuk do të mund të shtohet. Të keni parasysh që nuk është e rastishme që Allahu Azza wa Jalla e urdhëron Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe gjithë ummetin e tij që të kërkojnë mbrojtje nga Allahu Azza wa Jalla nga teri i natës, nga errësira e natës, të mbrohen nga ky sherr i madh, i cili sherr ka do të thotë pasoja të hatashme. Sa njeriu ka dalë saksalem pa kur një farë të keqe, është kthie do të thotë me 100 të këqija në shtëpinë e tij në thellësi të natës. Raste që nuk keni mundësi mi paramendue as mi numru. Lutim Allahun Azza wa Jalla që të na mbrojë nga e keqja dhe sherri, nga teri dhe të këqija që ai ka kriju. Me të vërtetë Allahu Azza wa Jalla është mbrojtës më i mirë. Walhamdulillahi rabbil alamin.